jam Zyshi, mësuese e gjuhës shqipe prej 10 vitesh në shkollën 9 vjeçare Ysberisht dhe në profesion si mësuese prej 20 vitesh. Eksperienca ime në mësimdhënie mbart mbresa, mbart kujtime, mbart emocione, mbart momente shumë të bukura. Kënaqësia më e madhe imja është suksesi i nxënësit. Si mësuese e gjuhës shqipe, janë disa projekte të realizuara përpos planit lëndor dhe programit të periudhave dhe atij vjetorit. Është realizuar projekti së fundmi, projekti i gazetës digjitale, që është një risi për shkollën 9 vjeçare Ysberisht, ku fëmijët janë prezantuar me 3 gazeta nga të 3 grupet. Por jo vetëm, sepse projektet kanë qenë pjesë e shkollës, e jetës shkollore, le të themi, dhe shkolla 9 vjeçare Ysberisht ka marrë edhe çmim në panairin e ëndrave dhe ideve për gjithë përfshirjen në përsa i përket komunitetit rom dhe egjiptian që përbëjnë një pjesë jo të vogël në shkollën tonë. Aktualisht në vitin 2024-2025 ne kemi 37 nxënës nga komuniteti rom dhe egjiptian dhe janë fëmijë aktiv, janë fëmijë që kanë dëshirë të mësojnë, kanë dëshirë të përshtaten dhe duke qenë se një nga parimet e kurrikulës është edhe gjithë përfshirja, ne bëjmë përpjekjet maksimale që këta fëmijë të jenë gjithmonë vetvetja dhe të jenë të përfshirë, të jenë të barabartë mes të barabartëve. Duke u nisur nga qëllimi dhe nga objektivat e këtij projekti, që është mësimdhënia interaktive për të nxitur komunitetin rom dhe egjiptian në një mësimdhënie efektive, unë do të thosha që ja kemi arritur objektivave. Tashmë është viti i dytë, është faza e dytë e projektit, dhe shohim që fëmijët paraqesin interes, duke qenë sepse mësimdhënia në bashkëpunim me teknologjinë tashmë është kërkesë e kohës.